kur një grupi ushtarëve 2025 shkuan në Amerikë për trajnim, njoni për tëne met atje e braktisi trajnimin, lypi azel. Shkori është përjashtuar nga nomin për bon. A e ka gjithë që e ka përjashtu vetën? Dhe janë iniciuar pastaj procedurat për kthimin e tij në Kosovë. Po patjetër. Shkëmqare pa ta përmend që kur një grupi ushtarëve 2025 shkuan në Amerikë për trajnim, njoni për tëne met atje e braktisi trajnimin, lypi azel. Po, qysh? Nuk është vetëm që Kosova ka këtë çështje, shumë vende mund ta kenë këtë problematikë. Po ka dalë, si përmbledhni ju para se me shku, si folni ushtarëve para se me shku për se punë, se dinja? Normalisht që kanë edhe aspektin e informimit paraprak, Pse e ka po? A por me na kallëzu çfarë gjendje ka që ai ushtar që vendos me trahtu verën e vet me shku azel? Unë nuk mund të them që është tradhti. Jo, lojalitet so, as lojalitet so. Jo, po patjetër. Jo, që po dini përparim grudës mi thonë tradhtor. Thuj tradhtor këtij që e merr trajnimin rrin atje. Ne kemi procedurat tona. Çfarë pas këtyre rasteve, normalisht që skori është përjashtuar nga nomin për bon. A e ka gjithë që e ka përjashtu vetën? Dhe janë iniciuar pastaj procedurat për kthimin e tij në Kosovë. Po patjetër. Ne bashkëpunojmë me shtetet e bashkuara. Le ta dinë ushtarët e arshëm, do me thonë, në fund, ai që lyp azel kthehet. Jo, nuk ka asnjë mundësi që të qëndroj dikush kur shkon zyrtarisht. Si ushtari i Kosovës. Ko ka ngul, ka menu që ka më nejta? Po, unë nuk po mund të paragjykoj, mund të them se si ka vlerësuar ai ushtaraku atë qëndrimin atje. Unë e di që një ushtarak ka më kthy që pranohet në forcën e sigurisë së Kosovës duhet të jetë i vetëdijshëm që është përgjegjës për të gjitha veprimet që i bën. E tash,